Përshëndetje, unë jam profesore asociuar doktore shkencash Aida Bendo. Në emër të Shpresës së Kombit ju paraqes strategjinë e kërkimit e reformës së kërkimit në arsimin shqiptar për vitet 2027 dhe 2040. Ku bazohet kjo strategji kombëtare për reformën e arsimit në Shqipëri? Bazohet në modelin më të mirë amerikan. Pse zgjidhi modelin amerikan? Sepse është një model bazuar në demokraci, në transparencë dhe në meritokraci. Së bashku si grup kemi punuar dhe kemi paraqitur strategjinë kombëtare duke u bazuar me modelin më të mirë, duke filluar që nga kapitujt e organizuar në bazat e reformës, arsimin në të gjithë nivelet, që duke filluar që nga i moshës para të moshës 0-3 vjeç, 3-6, duke vazhduar pastaj në arsimin e mesëm të ulët, në arsimin e mesëm të lartë, në arsimin e lartë dhe në të gjitha nivelet e tjera deri në lidhjen e shoqërisë me ekonominë dhe zbatimin e reformës. Parimet themelore, padyshim që ne kemi marrë gjërat më të mira që ka modeli amerikan, duke u bazuar tek fleksibiliteti, meritokracia dhe kemi ndërtuar vizionin, filozofinë dhe parimet themelore të sistemit të ri dhe do kalojmë në mënyrë graduale nga sistemi bazuar te diskrecioni, tek lidhjet dhe ndikimit, tek një sistem bazuar në merita dhe në vlera. Ku bazohet? Në strukturën kushtetuese institucionale të sistemit të ri të arsimit dhe të shkencës, duke u bazuar në kuadrin ligjor, në garancitë të kontrollit, në transparencën dhe llogaridhënien. Asnjë individ nuk mund të zgjedhë dhe të vendosë të përqendrohet pushteti në një dorë të vetme apo në një institucion të vetëm. Ndarja e kompetencave, autonomia dhe përgjegjësia janë hapat kryesorë si dhe mekanizmat kundërkapjes së sistemit, duke u bazuar nga ndarja funksionale e pushtetit, koncepti i autonomisë reale, përgjegjësia që do të jetë e matshme, ndarja e kompetencave brenda universitetit, mekanizmi i parë i kufizimit të mandateve, mekanizmi i dytë papajtueshmëritë, konflikti i interesit, rotacioni i vlerësuesve, vlerësues të jashtëm dhe zgjedhja në mënyrë të rastishme e të gjithë atyre që do kontrollojnë sistemin. Pra kjo është në mënyrë të skematizuar nga ligji, pra nga bazat ligjore, tek institucionet e reja dhe sistemi që konsolidohet dhe bëhet norma dhe arma më e fuqishme në këtë sistem. Për të kaluar nga fillimisht nga arsimi parashkollor, para moshës së kopshtit dhe pastaj mosha e kopshtit, kemi strukturuar të gjithë nivelin dhe hierarkinë, çfarë duhet të ketë parashkollori, çfarë nuk duhet të ketë, si duhet të zhvillohet, baza kryesore do jetë gjuha shqipe, ngadalë lutem, baza kryesore do jetë gjuha shqipe, do jenë simbolet kombëtare, do jetë komunikimi, sepse një fëmijë duhet ta fillojë që nga hapat e parë me mësimin e elementeve kryesor. Shkencën nëpërmjet eksplorimit, teknologjinë, edukimin, praktikat profesionale, komunikimi, raportin edukator-fëmijë dhe deri tek filtri kundër klientelizmit, lidhja me klasën e parë dhe deri tek objektivi final. Çfarë kemi marrë? Programin dhe zhvillimin, stafin praktikon, menaxhimin, drejtimin, cilësinë dhe mikqyrjen dhe lidhjen dhe konsolidimin. Pra, që nga mosha 3 vjeç deri në gatishmërinë për të vajtur në shkollë. Eci më tej, me arsimin fillor, në shkollën fillore, kemi një strukturë të arsimit fillor që nga klase parë deri në të 5, kalimi nga mësimi në mënyrë të mekanizuar të kuptimi, leximi funksional, gjuha shqipe si mjeti kryesor, për të zhvilluar dhe aftësinë për të argumentuar deri në përdorimet pastaj në krijimtarinë dhe përshkrimin e fenomeneve, mësimi i gjuhës, i kulturës shqipe do jenë element shumë të fuqishëm patriotizëm, matematikash, pra shkencat eksakte dhe gjuha e huaj si një mjet komunikimi, për të vazhduar me gjuhën nga gjuha komunikimi, shkencat eksakte deri tek aftësitë digjitale dhe vlerësimit dhe zhvillimi i nxënësit. Pra, të gjitha këto së bashku kanë për qëllim që nxënësi jo vetëm të lexojë, të kuptojë, të pyesë, të analizojë, të shpjegojë dhe të arrijë të ndërtoj të ardhmen e vendit duke u bazuar në një nivel të meritave dhe të elementeve kryesor. Në arsimin e mesëm të ulët, modeli shqiptar do të aplikohet modeli shqiptar i middle schoolit amerikan. Edhe këtu duhet struktura është nga klasa e 6 deri në të 8, me mësues specialist, me bërtham të detyrueshme, lëndët me zgjedhje, barazina akses, shkencat eksakte, koordinimi dhe programimi, inteligjencë artificiale dhe gjuha e huaj.
Pra, të gjitha këto janë shtyllat kryesore të arsimit të mesëm të ullët për të zhvilluar bërthamën akademike që në këtë moshë dhe duke arritur deri në përshtatje në komunitet dhe në partneritet. Vazhdojmë më tej me arsimin e mesëm të lartë, sipas modelit shqiptar do të implementohet në kushtet e Shqipërisë edhe modeli amerikan i high schoolit, strukturë 4 vjeçare nga klasa e 9 deri në 12, siç ka qenë sistemi më parshëm, me sistem kreditesh, me një bërtham të fortë kombëtare, lëndët me zgjedhje, profilin akademik, lëndët major dhe minor, kurset avancuara dhe duhet fillojmë që nga krijimi i kësaj bërthame akademike të ndarë në bloqe deri në arritjen e përgatitjes për diplomim. Pra, ndërtimi i bazës deri në themel, deri në përgatitje në diplomim. Vazhdojmë më tej. Në arsimin e mesëm të lartë, edhe këtu do të aplikohet përsëri modeli amerikan i high schoolit. Vazhdojmë me shkencat eksakte, gjuhët e huaja dhe deri tek përdorimi i inteligjencës artificiale. Në këtë nivel, diploma, transkripti, cilësia. Pra, njohim prirjet, zgjedhim profilin, ndërtojmë portofolin dhe diplomimi me transkript deri në zgjedhjen e rrugës drejt universitetit. Vazhdojmë për periudhën, është një periudhë mbas arsimit të mesëm, që është arsimi profesional teknik dhe kolegjet komunitare. Janë 2 rrugë të cilat i shërbejnë tregut, programit, jo vetëm për të mësuar, por edhe për të aplikuar njohuritë sipas kompetencave, teknologjisë dhe partneritetit për një punësim me aftësi reale, me gjuhë huaj dhe për t'u përshtatur tregut dhe nevojave të vendit. Vazhdojmë me mësuesin, formimin dhe licencimin. Në strategjinë tonë janë hedhur bazat e këtyre elementeve kryesor, mësuesi si një profesion i zgjedhur, programet universitare, formimi sipas ciklit të fushës, përputhja e diplomës me lëndën, praktikat e detyrueshme, mësuesi mentor i certifikuar deri te licenca fillestare dhe licenca e plot. Pra ka disa hapa që nga hyrja në profesion dhe licencimi, karrierën dhe deri tek statusi dhe paga e tij. Kurikula kombëtare, tekstet shkollore, vlerësimi dhe provimet kombëtare në këtë fazë është një element shumë i rëndësishëm, pasi përcaktohet se çfarë nxënësi duhet të di, çfarë duhet të jetë në gjendje të bëjë, shkolla dhe mësuesi duhet të kenë liri të madhe në mënyrën se si arrin dhe patjetër që edhe rezultatet. Pra në qendër është nxënësi me kompetencat e plota për të zhvillimin gradual, integrimin, hapjen e potës dhe arritjen e një standardi për çdo nxënës kudo trojeve shqiptare. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale janë e ardhmja që shkojmë. Nxënësi pa këto nuk mund të eci përpara për t'ju bashkangjitur edhe zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit, nga strategjia kombëtare digjitale për arsimin, infrastrukturën, pajisjet, platformat që do përdoren, infrastruktura, identiteti digital, dosje arsimore elektronike, pronësia të dhënave, privatësia si një standard themelor deri tek inteligjenca artificiale që do përdoret në mësim. Patjetër ne frymëzohemi nga modeli amerikan me praktikat kryesore në integrimin e teknologjisë në pedagogji, vlerësimin e dhënave, personalizimin e dhënave, standardet e forta dhe trajnimi i vazhdueshëm. Në risin, çfarë do sjellë ky sistemi i ri, teknologji në shërbim të nxënësit, të mësuesit, sigurinë, përdorimin e inteligjentë të dhënave, akses të barabartë për çdo nxënës dhe inovacionin, dhe në modelin shqiptar, padyshim që gjëja do jenë kryesore, do jenë prioritetet kombëtare, si në infrastrukturë, ashtu edhe në trajnimin e mësuesve dhe në aplikimin e EIA-s në arsim. Struktura e re institucioneve të arsimit të lartë. Në fakt, që se si kemi këto institucione? I kemi, por ajo që ne duam të arrim që jo një institucion duhet të bëjë gjithçka. Çdo institucion duhet të bëjë mirë atë që deklaron se është misioni i tij. Pra, ne do synojmë fokus, cilësi, ekselencë, eficiencë, konkurrencë dhe integritet. Do t'japim fund çdo modeli që çdo universitet është njësoj. Do klasifikohen institucionet në rang kombëtar, do ketë kolegje komunitare, janë programe 2 vjeçare, të cilët japin mundësi pasaj për të vazhduar një profesion, një masë profesional ose një universitet. Do të kemi institucione me fokus në mësimdhënie, universitete të përgjithshme dhe universitete kërkimore. Pra, risi e kësaj reforme është klasifikimi kombëtar sipas misionit dhe kapaciteteve reale që ka vendi jon, fundi
i epokës që çdo universitet bën gjithçka, do jenë të bazuar në universitete për mësimdhënie dhe universitete që kanë kërkim shkencor, bazën kryesore, do kenë autonomi të fortë, transparencë dhe përgjegjësi, pra është një sistem që do ndërtohet sipas nevojave që ka vetë Shqipëria. Dhe në modelin shqiptar, ne kemi programet master profesional dhe master shkencor, që kanë fokuse të qarta, pra në këtë nivel, masteri duhet thelloj profesionin ose kërkimin, duhet të jetë një nivel i ndarë. Qëllimi i qartë, çdo program duhet të bëjë që të nxjerrë studentë të përgatitur, pranimi në universitet, transferimi i krediteve dhe mobiliteti akademik, pra krediti fituar me merit duhet ta ndjek studentit dhe jo të ngelet pronë e universitetit. Në sistemin amerikan kemi rrugë të qarta transferimi, marrëveshje, student vizitor, kulturë të fortë, mobiliteti dhe mbartje e krediteve. Risi e reformës, do të kemi një regjistër kombëtar të krediteve të plot dhe të unifikuar në të gjitha trojet shqiptare. Do të mbështesim studentat me bursë, mbështetje financiare, këshillim dhe të gjitha shërbimet universitare, që nga këshillimi akademik, tutorimi në qendrat mbështetëse, do të kemi qendrën e karrierës, internshipet, shëndetin mendor, që është një problem shumë madhor i shoqërisë në kohët e sotme, aksesueshmëri edhe për personat që kanë me aftësi ndryshe, do të kemi mbështetje akademike, mbrojtje dhe mirëqenie, kampus të përfshira, pra që nga orientimi, këshillimi, mbështetja deri tek diplomimi i studentit. Risi i kësaj reforme do të jetë një mbështetje reale në përfundimin e studimeve, të drejta proceduriale të bazuara në ligj, shërbime të integruara të digitalizuara, pra studenti është një antar i komunitetit me mbështetje të diferencuar, shërbime akademike, sociale, dhe studenti nuk mund të bllokohet nga sistemi. Një universitet gjithashtu do të shikohet edhe sistemi i ri i doktoraturës, struktura e pranimit, filtrat dhe mbikëqyrja doktorale. Pra, doktoratura nuk duhet të jetë një diplom që merret duke kaluar kohë në sistem, por është një provë kërkimi të mirëfillt shkencor, bazuar në merit, bazuar në transparencë, e pavarur dhe e mbrojtur me ligj. Në sistemin e ri të doktoraturave, do të ndjekim pak a shumë këtë mekanizëm, pra nga programi, pranimi selektiv, sipas meritave të secilit, do jetë një master kërkimor, pra faza paraprake në kapacitetin e mbikëqyrjes, sipas profesorëve aktiv. Do të kemi provim kualifikues, provim gjithëpërfshirës, kalimi në kandidaturë doktorale, propozimi i tezës deri tek supervizori i përshtatshëm. Pra, do të ketë një filtr akademik në momentin që studentët hyjnë në studime doktorale, formimi doktoral, mbikëqyrja e shpërndar dhe duke e krahasuar sistemin amerikan me modelin shqiptar që ne synojmë të ndërtojmë, do jetë një program i strukturuar, do të pranohen sipas kapaciteteve, me supervizor të specifikuar në fushën e tyre. Do të jetë dhe një status i bazuar në performancë. Kërkimi postdoktoral dhe studiusit e pavarur është një fazë e veçantë, jo çdo student dhe arrin të kalojë këtë prag, pra nuk është një gradë e re, por është një fazë profesioni dhe konsolidimi profesional. Do të bëhet diferencimi sipas disiplinës, pra çdo fushë ka kapacitete dhe nevoja të ndryshme, është pjesë e universitetit kërkimor, ka një kohë zgjatje të kufizuar 1 deri në 3 vjet, rekrutimi do jetë i hapur për zgjedhjet konkurruese në bazë të meritave, CV-s dhe aftësive që kanë në fushën e vet. Do të kemi një vlerësim sipas një plani individual dhe vlerësim vjetor. Pra, risi e reformës qëndron në financimin meritokratik, një plan zhvillimi individual me pavarësi graduale nga mentori. Struktura e karrierës akademike. Kemi një karrierë akademike që duhet të avancojë me rritjen e kontributit shkencor, pedagogjik, institucional dhe jo thjesht bazuar në eksperiencën dhe kalimin e viteve. Ndarje e pozicionit nga titulli, kemi një strukturë bazë të karrierës. Ne nuk e marrim shablon modelin amerikan, por marrim atë që ne na përshtatet në kushtet e vendit tonë, duke filluar që nga asistenti akademik, pedagog universitar, profesori asistent, doktor i shkencave, profesori asocuar, profesor dhe deri në studimet postdoktorale. Do të kemi një auditim, komision, review të jashtëm, avancimi
jo pavjetërsi, pavarësia shkencore dhe rivlerësimi periodik. Pra, do të kemi një ndarje të qartë të pozicionit të punës dhe titullit akademik, rekrutime dhe mundësi për të hyrë të aftët kush e meriton. Kalojmë në fazën pasuese. Titulli profesor i asociuar duhet të dëshmoj që kandidati që e meriton këtë titull ka një profil të qëndrueshëm, të pavarur, e meriton, pra do të jetë një titull që do të bazohet në meritokraci, në transparencë, në konkurrencë, vlerësimin e jashtëm, proces real dhe të ketë integritet akademik. Këtu kemi hierarkinë e karrierës akademike, shtyllat e vlerësimit që nga kërkimi shkencor, pavarësia shkencore, mësimdhënia dhe deri tek integriteti akademik, elementet e kërkimit shkencor, numri i publikimeve, cilësia e tyre dhe roli i autorësisë. Pra, edhe këtu kemi modelin më të mirë amerikan, të përshtatur në kushtet shqiptare, duke bërë një ndarje të qartë pozicionit të punës me titullin akademik, duke i dhënë një peshë reale cilësisë dhe mësimdhënies, si dhe kërkimit shkencor në fushën, në specialitetin që mbulon. Titulli profesor është titulli më i lartë që mund të marrë një akademik, një personel akademik, dhe duhet të bëhet jo vetëm që një person që ka prodhuar dhe ka kërkim shkencor të bollshëm, por ka integritet dhe aftësi të ndërtuar në karrierën e tij të gjatë. Patjetër që është pjesë e ekselencës, transparencës, konkurrencës, integritetit dhe përgjegjshmërisë. Shtyllat e titullit profesor janë ekselenca dhe vazhdimësia, pavarësia dhe udhëheqja shkencore, formimi i studiosëve të rinj, mësimdhënia, kontributi akademik dhe integriteti i reputacionit profesional. Elementet kyç janë cilësia e punimeve, roli, autorësia reale, pavarësi shkencore, ndikimi i reputacionit, produkte të tjera me vlerë që nga mësimdhënia, mentorimi dhe deri tek integriteti akademik dhe kontributi në shoqëri. Për të kaluar nga një nivel tek tjetri, do ketë disa filtra, që janë filtrat e meritës shkencore dhe vlerësimit të jashtëm. Këto do jenë të gjithë filtrat dhe pragjet që duhet të kaloj një personel akademik për të kaluar në titullin më të lartë, profesor i asociuar ose profesor. Do ketë një vlerësim cilësor të jashtëm, pranimet që garantojnë besueshmërinë, duke u bazuar në shtyllat kryesore, transparencë, pavarësi, jo konfliktit të interesit, gjurmëshmëri, të drejtë ankimimi dhe për të arritur në standardet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Pra, procesi do të kaloj që nga aplikimi, filtrat eliminator, përzgjedhja e personave që do të kryejnë analizën e meritokracisë, vlerësimin e jashtëm, komisionin e vendimarrjes dhe deri tek vendimi final. Statusi akademik është i qëndrueshëm dhe liria akademike janë shumë të shenjta. Pra, akademiku duhet të ketë edhe kuadrin ligjor që të mbrohet nga arbitrariteti, pasi ka provuar meritën e tij shkencore, por një status i qëndrueshëm nuk do të thotë që të mbrojë mashtrimin dhe abuzimin nga përgjegjësitë. Pra, një sistem universitar meritokratik duhet të mbrojë akademikun nga presioni politik, nga akmarrja administrative dhe pasiguria profesionale, por gjithashtu të mbrojë edhe abuzimin nga abuzimi dhe neglizhenca. Pse nevojitet status i qëndrueshëm? Sepse të mbron nga presioni, hakmarrja, pasiguria, krijon një mjedis të sigurt për formimin e tij. Çfarë garanton? Mbrojtje të së drejtës, por edhe përgjegjësi për rezultate. Ka kriteret e tij të vlerësimit dhe risia e kësaj metode, e kësaj reforme më saktë, është statusi akademik i qëndrueshëm por i kufizuar kriteret e qarta, analizë të jashtëm për vlerësimin, mbrojtje nga arbitrariteti dhe përshtatje me realitetin në kapacitetet shqiptare. Pra, kemi një ndërthurje të meritës me lirinë akademike dhe përgjegjësitë. Vazhdojmë tek pjesa tjetër, si do jetë organizuar arsimi i lartë universitetit. Në fakt, kjo strukturë është edhe ekziston, mbi të cilën jemi bazuar, Departamenti Fakulteti dhe Organizimi Akademik. Pra, universitetin ne duhet ta shikojmë si një bashkësi autonome ku asnjë individ nuk kontrollon i vetëm i gjithë zinxhirin e pushtetit akademik, por ka edhe organe të tjera që janë senati akademik, bordi drejtues, komitete me rotacion, komitete të përkohshëm, zyrat profesionale dhe departamenti që bën analizën e të gjithë cilësisë akademike. Pra, nga sistemi amerikan, ne marrim dhe adoptojmë një matricë kompetencash, ndarje funksionesh, zyra profesionale për të kaluar me një departament
departamenti do jetë në qendër, senati akademik dhe gjithë strukturat e tjera në funksion të kontrollit të pushtetit akademik që mos të kemi edhe fenomenin e kapjes. Drejtuesi i departamentit është në qendër që koordinon të gjitha proceset që ndodhin në departament. Këtu është modeli amerikan. Risia e kyçe reformës qëndron në faktin që departamenti do jetë një autoritet për koordinim, jo për karrierë, ka një vizion 4-5 vjeçar të qartë për një mandat të caktuar, status akademik, mandat të kufizuar me rotacion, transparencë plot, gjithëpërfshirje dhe ndarje të funksioneve kundër kapjes së sistemit. Modeli shqiptar do reformohet duke nxjerrë kriteret të qarta, legjimiteti profesional, konkurrim të hapur, filtr kualifikimi, integritet të anës akademike, mandat 3 deri në 4 vjet me maksimumi 2 mandate radhasi dhe raportim dhe llogaridhënie për të gjithë aktivitetin. Cikli i mandatit dhe rotacioni ka rregulla të mirë të përcaktuara sipas kësaj modelit që ne do ndërtojmë. Pra, askush nuk e kontrolloni vetëm zinxhirin e vendimarrjes, por janë edhe strukturat e tjera që e kontrollojnë. Vazhdojmë. Më tej, dekani është një autoritet që kontrollon fakultetin, por jo pushtet për të kontrolluar karrierat. Nga modeli amerikan marrin pjesën më të mirë, risin kryesore të reformës duke u bazuar tek parimi qendror, kufi të qartë dhe të mirë përcaktuar të pushtetit, status akademik aktiv, transparencë dhe llogaridhënie, rotacion, merit dhe integritet akademik, autoritet për të koordinuar. Dhe kalojmë më tej tek rektori, është autoriteti më i lartë që udhëheq universitetin, por jo ta zotëroj atë. Modeli amerikan, kemi rolin e rektorit në qendër dhe gjithë pjesët e tjerë mekanizëm, strategjia, misioni, financat, infrastruktura, administrata janë në shërbim të rritjes së cilësisë së mosibëdhënies akademike. Risia kryesore që ne do ndërtojmë në këtë reformë është që rektori është një autoritet që udhëheq dhe koordinon, por që ka kufi të qarta të cilat të ndalojnë dhe përqendrimin e pushtetit dhe ndarjen e kompetencave. Vazhdojmë më tej. Bordi drejtuese dhe kontrolli i brendshëm. Çdo universitet, përveç se organeve departamentit, dekanatit dhe rektoratit, ka dhe borde drejtuese të cilat kryejnë edhe çekimin ose kontrollin e brendshëm. Japin llogaridhënie, bëjnë raport, bëjnë transparent çdo vendim, japin pasyrat financiare të audituara, tregues të performancës dhe të mekanizmat e ankimimit. Mandatet dhe konflikti interesit për të kufizuar pushtetin akademik. Se janë të nevojshme? Janë të nevojshme që pa kufizime nuk kemi një pushtet institucional demokratik. Parimet kryesore, funksioni drejtues është një shërbim që duhet i shërbesh studentëve dhe komunitetit, është i përkohshëm dhe nuk është pronë e një individi. Kultura e drejtuesit të përreshëm krijon varësi dhe rrjeta për kontroll, për të eliminuar dhe për të kufizuar pushtetin në përqendrimin në duart e një personi të vetëm. Vazhdojmë më tej tek pjesa e strategjisë kombëtare si do të arrim. Strategjinë kombëtare për reformimin e arsimit në Shqipëri ne do të arrim për një periudhë 10 deri në 15 vjeçare. Strategjia afatgjatë është 10-15 vjeçare, duke filluar nga shtyllat e kërkimit të orientuar në prioritetet kombëtare dhe drejtimi i lirë, kërkimi i lirë i orientuar nga studiusi. Kemi proceset e përcaktimit të prioriteteve, akademinë shkencore, ndarjen e roleve themelore nga qeveria në fondacionin e kërkimit kombëtar shqiptar në shkencat, harta kombëtare e kapacitetit shkencor do ndërtohet edhe kjo, pra do ketë një regjistër kombëtar, financimi, infrastruktura dhe karriera shkencore, dhe kontrolli, cilësia dhe rezultati në mosimdhënie dhe në jetën akademike. Do ketë në këtë strategji një diferencim të mirë të misioneve të institucionale. Se klasifikohen, sepse institucionet kanë misione të ndryshme. Modeli për të bërë gjithçka prodhon edhe diploma, doktoratura të dobta, institute në letër dhe fonde të shpërndara në mënyrë të padrejtë.
klasifikimi duhet jetë funksional, sipas asaj që është edhe misioni direkt i universitetit apo institutit të kërkimit. Do të kemi të kategoritë e institucioneve, do të kemi të klasifikuara në kolegje profesionale, që janë diploma 1 deri në 2 vjeçare, që jep një profesion teknik, por që kemi edhe lifelong learning, të mësuarit gjatë gjithë jetës, institucionet të fokusuara tek mësimdhënia, universitetet të përgjithshme, universitete kërkimore dhe institucionet të specializuara. Universiteti me status universitet kërkimor duhet të ketë kapacitetet e duhura kërkimore, që nga infrastruktura, laboratoret dhe të gjitha, duhet të ketë edhe kapacitetin intelektual, pra janë të dy këto kushte që ne të arrim të bëjmë studime shkencore dhe të rankohemi dhe të radhitemi me vendet më të përparuara në botë, duhet të ketë një standard dhe analizë të hollësishme dhe një status dinamik. Pra, fitimi i statusit, monitorim, rinovim dhe deri në arritjen e vendimit final. Pra, roli strategjik i Akademisë së Shkencave është një autoritet që këshillon, por është i pavarur nga pushteti, pranon ekselencën, këshillon shtetin, identifikon prioritetet kombëtare, zhvillon kulturën shkencore, përfaqëson shkencën shqiptare dhe ruajtjen e dijes me rëndësi kombëtare. Kush është rësia e reformës? Akademia fiton peshë nga cilësia dhe pavarësia e mendimit, por jo nga grumbullimi i pushtetit në një dorë të vetëm. Pra, ne do kemi institucione që kontrollojnë njëra tjetrën dhe i gjithë pushteti nuk përqendrohet në një dorë ose në një institucion të vetëm. Këtu është integriteti dhe shërbimet në publik, që nga transparenca deri tek kontrolli dhe moskapja e sistemit. Kjo do jetë fokusi kryesor i Akademisë së Shkencave. Kalojmë më tej. Institutet kombëtare do të ngrihen sipas nevojave kombëtare, zgjedhja e strukturës, kategoritë e instituteve, do kenë lidhje me universitetin dhe infrastrukturë të përbashkët, sidomos për ato institute që kanë fokus edhe kërkimet shkencore, do ngrihen qendrat e ekselencës me status dhe kriteret dhe financimin e mirë përcaktuar, që të janë konkurruese, që të mbledhin ekselencët dhe njerëzit që janë më të talentuar për të bërë pjesë e këtij sistemi, dhe nga qeverisja deri tek reviewer dhe transformimi, nga drejtuesit mandatet, bordi shkencor, mbikëhyrja financiare, kontrollet periodike në çdo 3, 4, 5 dhe 7 vjet dhe transformimin e institucionit. Kalojmë më tej. Për të gjitha këto element, ne do kemi një standard ndërkombëtar, të cilat gradualisht mendojmë që ti paraprim fazë pas faze nivelet e analizës, të ardhur rezultatet e studentit, ku jemi me arritjen e standardeve ndërkombëtare dhe do shikojmë një plan afatgjatë për arritjen e të gjithë këtyre elementeve, pra mësimin institucional, ndërtimin e kapaciteteve, proceset e nivelit të lartë. Pra, risia e reformës qëndron në një cikël të plot, raport, plan, përmirësim, monitorim, rivlerësim, sipas kapaciteteve kombëtare përshtatur në realitetin shqiptar. Çfarë do bëhet me gradat dhe titujt ekzistues? Do të vazhdojnë, bazuar në ligjet dhe në rivlerësimin e drejtë. Pra, do bëhet një çekim nga vetë universitetet, për të parë edhe historikun, sistemin ekzistues, standardin që kërkon koha, kontekstin akademik, meritën e kontributeve që njihen, publikimet që vlejnë, promovimin e arshëm, tranzicionin e butë nga njëra fazë, nga njëri sistem më mirë në sistemin tjetër dhe rezultatet. Pra, funksioni do rivlerësohet duke kaluar nga titulli historik, që njihen të gjitha arritjet dhe puna që është bërë deri në periudhën që kemi një transformim të sistemit. Përputhja me kohën, aktiviteti aktual, integriteti, statusi akademik, rinovimi periodik dhe privilegjet e lidhura me statusin aktiv. Si do mbrohet integriteti dhe si do sigurohet procesi drejt. Nuk do kemi përjashtime masive, do t'i bëhet një çek të gjithë filtrit që ka kaluar një personel akademik apo një mësues. Do kemi proces të rregullt kundër kapjes së sistemit me ankimime që do shqyrtojnë nga organet kompetente për të përshtatur në tranzicionin shqiptar, pra nuk fshim historinë
e ruajmë duke ndërtuar të ardhmen mbi standardet e reja. Aktiviteti shkencor i periudhës së fundit dhe rivlerësimi aktual akademik duke u bazuar në meritat historike, në aktivitetin aktual, ekspertizën reale, pavarësinë dhe funksionet aktive. Ku është rrisja e reformës? Vlerësimi i periudhës së fundit vetëm kur kërkohet që është një funksion aktiv, përfshirje e roleve reale, projekteve të mentorimit, rinovimi i statusit aktiv dhe rinovimi do bëhet periodik në mënyrë të pavarur për objektivin final në ekspertizën finale dhe për të pasur më pas një organ të pavarur të vlerësimit kundër konfliktit të interesit, regjistër kombëtar të statuseve aktive dhe transparencë dhe meritokraci. Standardet e reja do hynë në fuqi pas një date që do jetë edhe cut-off, data e ndarjes së dy sistemeve. Bloku i parë është data efektive, do shpjegoj më poshtë edhe periudhat në afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë arritjes së kësaj reforme, për ta përshtatur modelin më të mirë amerikan në kushtet shqiptare. Pas datës efektive, çdo grad, titull e konkurs do vlerësohet vetëm sipas standardit të ri, në të gjithë nivelin, në të gjitha periudhat, titujt dhe deri tek për arritjen e meritokracisë dhe integritetit akademik. Vazhdojmë pak më tej. Modeli i ri i financimit të arsimit të lartë dhe të shkencës është një pikë shumë e rëndësishme. Kryesorja është do bazohet në meritokraci. Shtyllat e financimit janë duke u bazuar edhe në meritën dhe produktin shkencor, financimin sipas studentit dhe kostës së programit, sipas misionit dhe performancës dhe sipas kërkimit shkencor do jetë një financim strategjik sipas kapaciteteve intelektuale të secilit individ apo institucion. Pra janë shtyllat që kombinojnë misionin, cilësinë dhe nevojën e reale të vendit tonë. Është një financim konkurrues i kërkimit shkencor, transparencë, llogaridhënie dhe auditim i pavarur, për të pasur një barazi të fillimit, merit të vlerësuar dhe drejtësi në vlerësimin akademik. Vazhdojmë më tej. Në financimin e universiteteve sipas misionit dhe performancës. Do marri fund periudha që çdo universitet duhet të ketë të njëjtën vlerësim. Ato do vlerësohen sipas produktit që ato nxjerrin, sipas performancës që janë, do të ketë transparencë të plotë dhe autonomi. Këtu kemi bazat, financimi sipas misionit, performanca nuk përcakton buxhetin, përmirësimi duhet të ketë pesh, kontratat shumë vjeçare të performancës dhe sipas misionit ose cilit institucion. Pra financimi bëhet pjesë e buxhetit, lidhet me performancën reale, kërkimi financohet nëpërmjet konkurrencës së ndershme, kontrata shumë vjeçare, bazuar në performancë dhe transparencë plot, audit dhe llogaridhënie. Fondacionet dhe durimet e partneritetit publike-privat në arsimit dhe në shkencë do bazohen në parimin që paraja private mund të mbështesë misionin, por kur nuk duhet të blejë një program, një titull, rezultatin shkencor ose një vendim akademik. Kjo është edhe korniza e rregullt kryesore, e cila do vihet në shina kushtetuese. Modeli i bashkëpunimit dhe garancitë kryesore, pra kemi burimet private, dhurimet, fondacionet, industrinë dhe investimet të përbashkëta, bursa, përfitimi publik që do përfshi bursat për studentët, kërkimin, inovacionin, infrastrukturën, dije, shoqërinë, zhvillimin kombëtar, për të pasur një qeverisje akademike të pavarur, e cila të jetë aftë të realizojë misionin e saj, vendimet akademike të pavarura dhe të arrijë standarde dhe integritet akademik. Garancitë kryesore është pikërisht pavarësia akademike, transparenca, auditi i jashtëm, rregulla të qarta dhe menaxhim i konfliktit të interesit. Jo pranim preferencial, jo notë ndryshe, jo diplom apo titull fiktiv, jo ndikim të vendimeve akademike dhe jo bllokim të përhershëm të publikimeve. Pra, burimet private nuk janë aleatët misionit, por e forcojnë arsimin dhe kërkimin shkencor. Do ketë rregulla të qarta për çdo mënyrë financimi dhe transparencë të plot, auditim dhe llogaridhënie. Kalojmë në pjesën tjetër. Si do të arrihet nëpërmjet analizës së rrjeteve, përqendrimet dhe shenjave të kapjes së sistemit. Çfarë analizohet? Marrëdhëniet që ndikojnë në shpërndarjen e pushtetit akademik. Përqendrimi nuk do të jetë i vetëm në një dorë ose në institucion, do të ketë flamuj të kuq, që janë shenjat e riskut që paralajmërojnë, treguesit kryesor
që janë përqendrimi i fondeve, përqendrimi i roleve, numri i mandateve të përsëritura, centrali në rjet, reciprociteti i analizave, dëtëndësia e lidhjeve brenda grupit. Dokumentimi dhe reagimi, gjurma që do loj, shkallët e reagimit, parandalimi dhe rotacioni. Normalizimi sipas fushës, mos penalizimi për bashkëpunim, publikim, privatësi, drejtësi, inteligjencë artificiale të shpjegueshme që ndihmon në gjurmimin dhe transparencë funksionale. Pra, rrjedhja dhe analizës së rrjeteve do ketë që nga mbledhjet të dhënave, ndërtimin e rrjetit, llogaritjen e treguesve, identifikimin e sinjaleve, analizën e kontekstit deri tek veprimi i duhur që duhet të merret në fund. Kjo na ndihmon për të pasur një observator kombëtar që analizon rrjetet dhe sinjalin e riskut. Kaloj më tej. Rotacioni, papajtueshmëritë dhe kufizimi i pushtetit akademik. Bazohet në parimet themelore, që ekspertiza duhet të përdoret që pushteti të qarkulloj, pra të kemi rotacionin, askush nuk duhet ta kontrolloj njëkohësisht edhe procesin, edhe burimin, edhe ankimimin në të njëjtin vend. Rotacioni nuk është ndëshkim, mbron institucionin nga drejtuesi dhe nga personalizimi i pushtetit. Mandatat e kufizuara, pra deri në 2 mandate, papajtueshmëritë dhe pranimi jo në të dy anët të vendimit. Pra, numri i roleve të njëkohshme nuk do lejohen të kesh disa pozicione, të marrësh pjesë në disa komisione, pra të marrësh pjesë në institucione që kontrollojnë njëri tjetrin. Do ketë kufizim sipas fushave, sipas ekspertëve dhe do përzgjedhen ekspertët sipas fushave të tyre. Kufizimi i mandateve, një rotacion të strukturuar, papajtueshmëri, përzgjedhje objektive, përdorimi i jashtëm, mentorim auditiv dhe pushteti i shpërndar për të krijuar një sistem të pavarur. Pra do kemi një kufi të qartë midis mandateve dhe kufizimit të rolit për të monitoruar sistemin e përqendrimit dhe kapjen e tij. Vazhdoj më tej. Universiteti dhe tregu i punës janë të lidhura shumë ngushtë me njëri tjetrin, sepse nuk është qëllimi vetëm punësimi, ne jemi në procesin që edhe mbas diplomimit, mësojmë gjatë gjithë jetës, duhet të kemi një sistem kombëtar me të dhëna për të diplomuarit deri në punësimin e tyre, këshillat e punëdhënësve, kompetencat, kemi praktikat profesionale të jenë reale, që ta ndihmojnë që njohurit që merren në shkollë të vijnë në praktik, kemi një sistem të bazuar në mësimin edhe pas periudhës universitare, shërbimet e karrierës, parashikimin afat mesëm, afat gjatë, programet me rezultate të dobta, duhet t'i analizojmë për të nxjerrë edhe pikat e dobta, deri tek objektivat afat gjatë. Pra, kemi një balans të qartë, njohje të tregut, por edhe ruajtje të pavarësisë akademike. Arsimi është i lidhur ngushtë me inovacionin dhe sipërmarrjen. Pra, sipërmarrja nuk duhet të jetë thjesht teori, por edhe praktik. Mbështetje për idetë e reja, për studiuesit e rinj, për ekselencën, pronësia intelektuale duhet të ketë rregulla shumë të qarta. Duhet kemi një monitorim të fondeve publike, laboratorëve, stafit akademik, rregulla të qarta paraprakisht për të krijuar një balans ndërmjet universitetit dhe publikut. Iniciativa të drejta për krijuesit, shkenca dhe zhvillimi ekonomik, kapacitetet afatgjatë kush janë prioritetet kombëtare, kërkimi i problemet reale, transferimi i teknologjisë, inovacionit industrisë, deri tek objektivat afatgjatë të sistemit. Pra, që nga ideja dhe kërkimi i zhvillimi kapaciteteve, transferimi i teknologjisë, përdorimi në ekonomi, vlera publike dhe mirëqenia afatgjatë për shoqërinë. Risia e reformës qëndron në prioritetet kombëtare të bazuara në kapacitetet reale dhe në evidenca të qarta. Do ndërtojmë një shoqëri që të ketë skalim gradual sipas kapaciteteve të vendit tonë, të gjitha nevojave që ne duam. Bashkëpunimi universitetun industri, format kryesore të bashkëpunimit me anën e projekteve, infrastrukturës laboratoreve, doktoraturat, konsulencës dhe zhvillimit teknologjik. Partneriteti nis nga një problem real, roli mirë përcaktuar, afatet dhe përgjegjësitë, pavarësisht shkencore, industria financon, por nuk kontrollon rezultatin, kontratat të saktësuara, të bazuara në lishmëri, publikimi e drejta e publikimit dhe mbrojtja e tij, doktoraturë industriale me standard të plot akademik, mbrojtja e studentëve, internshipet që janë një pjesë shumë e rëndësishme, pjesë formuese e procesit të tyre akademik, laboratorët e përbashkët. Universiteti nuk favorizon një kompani pa arsye,
konflikti interesi duhet të deklarohet dhe të menaxhohet që në hapat fillestar, kërkim të sponsorizuar, kërkim të pavarur, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, zyrë bashkëpunimi me industrinë, vlerësim suksesi, partneriteti që nuk duhet të ndryshojë edhe misionin e universitetit. Pra kemi një proces të mësuarit gjatë gjithë jetës. Nuk përfundon procesi të mësuarit me diplomën, por është një proces dhe është fillimi i një kapaciteti për të mësuar gjatë gjithë jetës. Është një lifelong learning, është pjesë e misionit. Çdo nevojë kërkon, jo çdo nevojë kërkon një diplomë të re, por është edhe procesi i praktikës. Njohja e të nxënit të mëparshëm, pastaj kemi kolegjet komunitare që nga arsimi profesional, që kanë kryesisht të bazuar në nevojat, në shëndetësinë e inxhinieri, pra duhet të ketë në çdo të ndara sipas kapaciteteve dhe nevojave prioritare të Shqipërisë. Duhet kemi sigurim të cilësisë së riskut, të dhënat mbi rezultatet, kreditet që mund të mbarten, inteligjenca artificiale, kualifikimi, deri tek objektivat e patgjatë për të rikthyer kompetencat e reja në tranzicion profesional. Për të gjithë këtë strategji, ne kemi hartuar një plan kombëtar të zbatimit të reformës, i cili bazohet nga një rend, përgjegjësia, fate dhe rezultate. Kjo është struktura e ndërtimit të kuadrit ligjor fillimisht që do bazohet edhe gjithë kjo reformë. Institucionet e reja do bëhet kalimi gradual nga institucionet që janë aktuale në institucionet të reja, financimi, sistemi dhënave, formimi stafit dhe fazat e tranzicionit. Dhe pasi krijohet struktura, bëhet e mundur edhe aplikimi dhe zbatimi i kësaj strategjie. Është një program kombëtar të bazuar në objektiva të qarta, fazat, institucionet përgjegjëse, buxhetin, afatet dhe indikatorët e suksesit, deri te koordinimi dhe ndjekja, prioritetet e reformës, prioritetet kryesore. Rruga e zbatimit të reformës fillon që nga prioritetet bazë, që ndryshojnë edhe rregullat e lojës, forcimi i infrastrukturës, duke ndërtuar edhe bazën e të dhënave, formimin e kapacitetit njerëzor dhe institucional, pilotimin, matjet, zbatimin dhe treguesit e cilësisë, monitorimin dhe raportin. Pra, kemi një kombinim me rregulla të forta për të ndërtuar edhe kapacitetet intelektuale të vendit tonë. Reforma afatshkutër është në fazën 0 deri në 3 vjet. Ky vit quhet viti 0. Bazohet në integritet, procedura të reja, meritokraci. Objektivi i fazës është ndryshimi i mënyrës së vendimarrjes, themel i pakthyeshëm institucional, pra është një proces tranzitor që do kalojë në hapa të njëpasnjëshëm sipas fazave, do ketë rregulla të drejta të mirë të përcaktuara dhe të zbatueshme. Standardet që hyjnë me njëherë është integriteti, është parandalimi i konfliktit interesit, transparencë, arsyetimi vendimi, e drejta ankimimi dhe rotacion dhe papajtueshmëri. Procedurat e reja lidhen me gradat titujt, supervizorët, grandet kombëtare, mënyra e financimit, regjistër kombëtar për të gjithë gradat, titujt, publikimet, projekte, doktoraturat dhe të gjithë rrugën akademike të një personeli akademik. Kemi një periudhë korrigjimi për të plotësuar të dhënat, për të harmonizuar profilet e doktoraturat, kush do jenë prioritetet sipas nevojave dhe do t'i përshtasim me aktualitetin e vendit tonë, status aktiv që nga fillimi i procedurës. Pra, nisim me rregullat, me hyrje në fuqi të integritetit, që është baza, integritetit akademik dhe parandalimit të konfliktit të interesit. Ndërtohet bërthama, aplikojmë procedurat, monitorojmë, raportojmë, korrigjojmë dhe standardizojmë të gjitha me standardet ndërkombëtare. Pra, duke filluar me rregullat, më së pari për të kaluar pastaj edhe në procedurat dhe zbatimin e tyre. Afati tjetër për të aplikuar reformën është 3 deri në 7 vjet. Kjo do të përfshi institucionet, kapacitetet, cilësinë dhe rezultatet e matshme, është në terma afatmesëm. Çfarë synohet? Konsolidimi i institucioneve të reja, një regjistër kombëtar, një observator kombëtar, integritet akademik, sigurim cilësie dhe status aktiv. Përfundimi, kjo fazë do të shërbejë si përfundimi i tranzicionit funksional, paraprak, do të shërbejë për të konsoliduar institucionet, do të kemi doktoratura si rezultati cilësisë,
financim konkurus, financim institucional, diferencim të universiteteve sipas misionit, statusi universitetit kërkimor dhe deri tek krimin e qendrave të ekselencës. Pra, do të kemi një rrugë afatmesme 3 deri në 7 vjet për të zbatuar të gjithë këtë reformën. Konsolidimi i institucioneve, tranzicioni, cilësia e doktoraturës, zgjerimi i financimit, universitetet kërkimore deri te krijimi i qendrave të ekselencës. Kjo kombinon rregullat e forta me ndërtimin e kapaciteteve në kushtet e vendit tonë. Kalojmë tek reforma afatgjatë, mendohet të realizohet në një periudhë 7 deri në 15 vjet, do të shërbesi një periudhë që do maturojë më tej institucionet, do japi qëndrueshmëri, cilësi dhe inovacion në arsimin shqiptar. Procedura do të hartohen sipas standardit të ri, pra kemi kalimin nga faza e konsolidimit tek maturimi, duke u bazuar në rregulla plotësisht të konsoliduara, institucione që janë të diferencuara, standarde të larta dhe rivlerësim të vazhdueshëm, financim, karrierë kërkimore, pra do të kemi një brez të ri që udhëheq dhe rritet me sistemin e ri, do të kemi një kërkim cilësor dhe integrim ndërkombëtar në shoqëri. Kalojmë pak më tej, si do bëhet monitorimi i sistemit nëpërmjet një model pilotimi. Pse nevojitet ky pilotim? Sepse teston të gjithë mekanizmat që ne arrim të zbatojmë në praktik, tregon kostot nga ngarkesën, identifikon efektet e padëshiruara, ndihmon për korrigjime për të parë se si dhe do funksionoj. Çfarë duhet të pilotohet? Formula e financimit është baza. Modeli nuk ka shkencë dhe zhvillim, kërkim shkencor pa financë. Programe doktoratura, status aktiv në disa funksione për të pilotuar mekanizmat që kërkojnë të përshtaten në sistemin aktual shqiptar. Çfarë nuk pilotojmë? Drejtësinë e parimit, pra është i padiskutueshëm transparenca, llogaridhënia, analiza, raportimi. Por ne testojmë mekanizmin. Përcaktim, pyetja e qartë, çfarë arrit formula e barazin pa destabilizuar? Kjo do të orientohet në bazë të rezultatit që do marrim. Rregullat e lojës vendosen para fillimit dhe jo në fund. Pra, ne do të kombinojmë testimin ndërkombëtar me realitetin shqiptar në të gjitha fazat. Vazhdojmë më tej, janë disa tregues që do testohen në bazë të këtij pilotimi. Cilësia, barazia, progresi dhe llogaridhënia. Lidhja me objektivat që kemi ndërtuar në fillim të strategjisë. Treguesi duhet të jenë bazuar në më pak burokraci, më pak manipulim, por qartësi, transparencë, llogaridhënie. Që nga arsimi parauniversitar dhe deri tek ai pas universitar. Arsimi i lartë, treguesi sipas misionit të universitetit, kërkimi shkencor, cilësia e publikimeve, transparenca dhe përmirësimi i vazhdueshëm. Pra, nga orientimi i prioriteteve, informacioni i besueshëm, drejtësi i barazi, fillon përmirësimi i vazhdueshëm deri në arritjen e standardit. Vazhdojmë më tej, do të kemi një vlerësim periodik dhe rishikim të strategjisë, qëndrueshmëri në parime, korrigjim të gjithë mekanizmave që do testohen, që janë të dobët ose nuk kanë funksionuar në rregull, bazuar në të dhëna reale, në rezultate dhe përmirësim të vazhdueshëm. Pra do bëjmë një vlerësim që në fillim me 3 nivelet e vlerësimit, raportim vjetor, vlerësim të ndërmjetëm dhe vlerësim të thelluar, pra në sipas periudhave kohore, raportimi vjetor, çfarë u bë, pse u bë, ku ishin pikat e dobta dhe si do përmirësojmë punën, vlerësimi pjesërisht i jashtëm, pra duhet kemi dhe analistë i jashtëm, vlerësim edhe të sjelljes, jo vetëm të strukturës, matjen e pasojave të padëshiruar, ndarjen e parimeve dhe të mekanizmave, rishikim të standardit sipas kapaciteteve që ne kemi. Këtu është edhe horizonti 15 vjeçar i arritjes së reformës në 3 fazat kryesore. Faza e parë është 0-3 vjet afat shkurtër, 3 deri në 7 vjet afat mesëm dhe 7 deri në 15 vjet afat gjatë. Këtu është grafiku i treguesve kombëtar të performancës. Në fazën e parë, ky është viti bazë 2026 dhe në të gjitha në të 3 periudhat e afateve 0-3, 3-7 dhe 7-15 vjet. Pra, qëllimi kryesor është përmirësimi i vazhdueshëm dhe i matshëm në të gjitha dimensionet. Cilat janë garancitë për të vazhduar reformën përtej ndryshimeve politike? Ne kalojmë nga një sistem institucional që ka varësi të drejtë për drejtë politike në një sistem të pavarur.
Një sistem i varur nga politika, në një sistem të varur nga politika, institucionet drejtohen nga emërimet politike. Kjo është fundi i kësaj periudhe. Mandate të pakufizuara, të sinkronizuara me qeverinë, shkarkim pa shkak, financime i paparashikueshëm dhe i përdorshëm politikisht, ndryshime të shpeshta, rregulla dhe përparësi, reforme pasigurt pa çdo zgjedhje. Fund kësaj periudhe. Fillon një sistem i ri, i garantuar në qëndrueshmëri, institucione që kanë pavarësi ligjore dhe që funksionojnë në realitet, mandate të kufizuara, rishpërndarje në kohë, shkarkim vetëm me shkaqe të përcaktuara në baza të forta ligjore, financim shumë vjeçar dhe transparent me llogaridhënie dhe analizë të qëndrueshme, parime të qëndrueshme, mekanizëm fleksibël, vazhdim të reformës pavarësisht tranzicioneve politike. Qëllimi është i konsolidimit dhe ndërtimit të institucioneve të forta që funksionojnë edhe kur ndryshojnë qeveritë. Këto janë garancitë institucionale për vazhdimin e reformës, mekanizmat që mbrojnë reformën dhe qëllimi është një institucion me stabilitet sa më të qëndrueshëm, sa më të mirë dhe rritjen e arsimit cilësor në Shqipëri. Unë ju bëj thirrje të gjithë profesorëve, të gjithë studiuesve, të gjithë intelektualëve që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, të kthehen në vendin tonë sepse ky vend ka nevojë për njohuritë e tyre, për dijen dhe të gjithë vizionin që ata kanë. Le të bashkohemi të gjithë së bashku për të vazhduar dhe për ta konsoliduar arsimin shqiptar, institucionet shqiptare dhe kthimi i tyre do të shërbejë jo vetëm për dhënien e ideve, për qëndrim për drejtimin e një shteti të bazuar në rregulla, në transparencë, në meritokraci dhe le të shërbejmë të gjithë dijet tona të bashkohemi për të mbështetur dhe për ta bërë sa më funksional shtetin e ri shqiptar. Ti ku fit na i soptove,